Pasi Izraeli rifilloi sulmet në rripin e Gazës, OKB-ja vendosi të shkurtojë stafin atjeshëm ndërkombëtar për shkak të shqetësimeve për gjendjen e sigurisë. Organizata e Kombeve të Bashkuara po redukton rreth 1/3 e personelit të saj ndërkombëtar në rripin e Gazës për arsye sigurie. Sekretari i përgjithshëm Antonio Guterres nuk mund të garantojë sigurinë e personelit të OKB-s, tha zëvendësja e OKB-s Alessandra Vellucci në një konferencë për shtyp në Gjenevë. Prandaj rreth 30 punonjës ndërkombëtar në rripin e Gazës do të tërhiqen nga kjo zonë. Fjala është për personelin e programit botëror të ushqimit, Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe Fondit të OKB-s për fëmijë. Kjo mas merret pasi Izraeli rifilloi sulmet në rripin e Gazës. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, të drejtuar nga Hamasi javën e kaluar, prej sulmeve janë vrarë të paktën 792 vet, kryesisht gra dhe fëmijë. Megjithëse Izraeli ka shprehur dyshime mbi shifrat dhe numrit të vdekjeve të njoftuara nga Ministria e Shëndetësisë në Gazë, organizata ndërkombëtare si OKB-ja konsiderojnë ato mjaft të besueshme. Ushtria izraelite i ka shtuar kërkesat për evakuim drejtuar 10 mijëra banorëve të zonës bregditare të rripit të Gazës. Banorëve të gjithë qyteteve kufitare në veri është kërkuar të evakuohen, njoftoi ushtria izraelite. Nga zona kishin pasuar sulme me raketa në drejtim të Izraelit. Qytetet e prekura janë Jabalia, Beit Lahia, Beit Hanun dhe Shaya në veri, si dhe zonat në Khan Yunis dhe Rafah në jug. Izraeli ka krijuar dhe një institucion të ri në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes së Izraelit, detyra e të cilit është të përgatisë largimin vullnetar të banorëve të rripit të Gazës, por në vende të treta në mënyrë të sigurt dhe të kontrolluar. Atyre që dëshirojnë të largohen nga zona e rrethuar bregditare palestineze në brigjet e detit Mesdhe, duhet të mundësohet largimi në përputhje me ligjet izraelite dhe ndërkombëtare, si dhe ato në përputhje me vizionin e presidentit amerikan Donald Trump, tha Ministria Izraelite e Mbrojtjes në një deklaratë.